Porti i Durrësit do të thellojë basenin e tij pasi është bërë e pamundur futja e nijeve të tonazheve të larta si rezultati i gjendjes aktuale. Drejtori i përgjithshëm i Portit të Durrësit ka hedhur poshtë projektin e mëparshëm për thellimin, pasi sipas tij nuk i plotson parametrat e përcaktuara të gjendjes aktuale të basenit. Pra, edhe vetë Bergji e konsideroi jo fizibël projektin me ato terma që kishim nga e kaluara. Ç'po bëjmë tani? Ne tani po e ribëjmë projektin nga e para, me shpresën që vlera e kredisë do të na ulet ndjeshëm për arsye të kalkulimeve, për arsye të vendosjes së situatës mbi një studim batimetrik të ri dhe për arsye të konsiderimit të një tregu më të lirë të parasë. Ne mendojmë se mund të gjejmë një zgjidhje më efikase, më fleksible për mbulimin e financimit të thellimit të portit. Thellimi i portit më të madh të vendit do të jetë prioritet për vitin 2015.